E qasaj rrugët duke u kthy, e kanë vra babën armiku. Kështu që kjo u kon ajo qka për babën, kur e kom kuptua që ma kanë vra. Dikon me 12 isha dalë në rreze, edhe që aty pushejsha, po vjen një ushtar, edhe po më vetë qysh jetë, e kjetë, mira. Si ishte për menajt, ishte ma nalt i kish venat, pozicionet, edhe tu e vetë në qysh po kaloni, apo keni ushqem, apo keni probleme, krejt. Jo ta mirë po kalojnë, po jo marë, tha, me të kallëzu, tha që ta kanë vra babën. Thash, kush ta? Jo babën, po, e këshin vra, tha, Bacin Halit. Thash, kush ta ty? Për herë të parë që me përmen emrin e babës, se disha as që e din, tha, një Fatime Beka, e shefshatit nuk u konë luft. Edhe, po ku me dy qysh është takue, tha, na e na njofë se vina pe një fshati, nëjse ata e në mazgitit, po është të monit, vëthuj se jena të një fshati. Thash, po asaj kush i kishton, dhe ti kishton Ismet Beka, vllai vetë. Po Ismetit kush i kishton, tha, Isuf Bici, djali Azës temë. Edhe ma morë menja që është. Po ku e kishin vra? Tha, Norloveq, Shkabaj, tash që pitojnë, që aty e kanë pat vra. Po kur, i beke me thonë, dikon, ja, për 10 ditë. Thash, po e kishin varrose e ma shumë sa zdina. Marën vesh bashkëftar, të erdhen, edhe më ngushtlun, edhe bëjshin bashkë, ishin si të bon dhe tërë kena me shku. Me shku. Tha, qatje. Thash, po mas pari unë e veta përmen nuk pedin. Pedin që në Shkabaj, në Loveq, po nuk pedin bashku. Fshati Shkabaj nuk është i vogël. E dyta, thash, pe atë heret nuk e besoj që u met mi të dhej. Edhe treta, thash, po rrezikojnë e shumë. Thash, kështu që me shku, thash, nuk duhet kërkush. Që kjo ka. Edhe ishë interesant që bashkë qatë natë e kish Milan për me bo me knue. I kena pas dhe bashkëftare, kështu që knojshin e pasere, ishin instrumente më jura. Edhe, po thujnë, tha, ja, ishin artë, edhin, po, tha, se kena menen. E menova njerë, thash, nga, thash, duhet, thash, mos me nalë muzikën. E erdha në përfundim që na, unë e zgudzej kur qysh me kallëzu, apo kupton, që po likështona. Që normal, let nuk e pata. Thash gjithë qysh, e kena bo plan për me knue, edhe thash keni me knue. Edhe qashtu po. U kryja i farë. Kam disa kongës, po thëmë ku me disa gjatë, po një 3-4 kongë, gjithë qysh e kanë kryje. Edhe kja dhe të në kujtuat, dikon ose u konë me 11 ose me 12 prill. Në atë ku, u bëjke propagandë sikur për neve që na qyshin si të huj, sikur na i kena marë familje tona, i kena nëzirë jashtë shteti, e vetë s'po na enim për familje të banorëve atë. Bile, më kujtohet, baba tha, Aziz se u arë njerë më ka patje. Tha Aziz, tha, unë i kisha 2 fëmijë, Beratin edhe Halimen. Halimja veç 1 muj dit i boni, kur unë e ma veç vendosa me dalë malë, mase që lindi. Edhe il një legalitet plot që ju të fillim. Thash, o babë, thash që shtu po flitet të na. Veç tu kisha lutë, thash o konë mirë, thash me marë grunë edhe fëmin, me shku dikën edhe mos mu dukt ma, se ma atër veç unë i kisha marë përgjithësi komanduse. Edhe thash se jeni shumë të rrezikum. Mos me nejtë thash të shpija në mazket. Nëse edhe shkojnë atje në Prishtinë, po vllau i tij Binjak, Brahimi, nuk pranën me shku. Dhe jo ndu me nejtë këtu. Kështu që ta ju konë Bajrami, festa e Bajramit, si vllau për vllau, edhe i merë disa omëlsina, edhe me shku me pa, edhe me apru, e qasaj rrugët duke u kthy, e kanë vra babën armiku. Kështu që kjo konë ajo qka për babën
kur e kom kuptua që më